Po gjysh me se i kanë ngrej shto shoshe. Ishte shoshja 80 me 80 me 20. Me kundrapesh, lisat e mdoj, e në vete, si kur vehet prita bjadet, pos me kaluaj, e në vete gurin taj, vete kundrapesh, e ngret e shoshen e vete më vend. Ma shpigot e plaku. Dhe me qëfar përdore, si lidheshin ato me njëna tjetër? U lidheshin një njëna tjetër me litarë, se datë kos kështë të hekur. Me litarë të fort. Me litar? Po lidhte e me ngrete e kundrapesh. Jo, po gurat me njëni tjetër? Me litarë, por ka njën litarë. Po si lidheshin gurat me njëni tjetër? Gure me një të shoshet. Se s'ka pas që ka pas atë? I lidhte me gëlqere e me hanë, mori jeton ma shumë se me shemende. Me gëlqere dhe me ranë? Gëlqere me ranë, kërshilja shkon mbi 200-300 vjetë. Wow! Po kërshilja po të bëjsh loshin e mirë. Betoni si të vjeri një farkohe s'ka do shinjet krejt kërshilja, jo. Po pse gëlqere kishte në atë kohë? Na po dishin kërshilje, gropa kërshilje, e keni gjuhët i gropa të kërshilje. A, pra kishin atë zonë. Digjo, po Markagjoni? Gjo Markagjoni? Gjo Markagjoni ka qenë në Orosh. Në Orosh? Po. Pra, e ka kap kjo zona? Gjo Markagjoni ka qenë ma mirë me thëmë prind si Mirditës. Thuj ka të dushti. Shpëja Zhëborkut ka lënë vepra. Nuk jenë bo burrat me për vete. Se kanë prejtë e një qetëri, që pa full dvogën ta. Se kanë lënë mbresa, ku kanë shkuën. Kanë shkuën të Turqi, kanë lënë mbresa. Kur është njoftë Mirdita, Gjënë Markagjoni, i pari Gjënë Markagjoni, Gjënë Markagjoni vetë, së do të dita ma parë me luftuën. More veshtë. Dita ma mira, ne ka ngellë mirë ditë, dita ma mirë, mirë ditë. Pse kjo mendojnë që është origjina? Ma mira dita sot me luftuën. E ne ka ngellë mirë ditë. Si duhen të astrohollojnë. Ma ka thënë njerë si kanë dek 100 vjeqe. Ka lënë në Zef Noci, i spashit. I zhyshi i Zefit. Zef Noci? Po. Zef Noci ka lënë mbresa. Për mu. Në barajtari Kushdenit ka lënë mbresa. Kush? Në barajtari Kushdenit. Ka lënë mbresa. Bajraktari i Kushdenit. Kushdrenit? Po, i Kushdenit. Kushdenit? Kushne, ne. Kushne? Ha, brava. Është fshat këtu? Kushne? Kushne. Bajraku i Kushdenit. Se më 3 bajrashe. Orosh, Spash, Kushne, Vllazën, 3 vllazën. Tem 3 barak të Mirdit Cerma. Më një vim barak që e pështet me Mirdit. Në atë kohë, kush quaj Bajrak? Si ta shpikoj unë hol, në atë kohë, se në... Duhet ishe i pasur, duhet kishe tokë, duhet kishe... E parat kishe lëviz. Kishe lëviz, ë? Për me njofti jetën. E dyta, kishe pak pasuni. E treta, ti ishe i Zoti, mi përbalue, me mroj popullin e me mroj zonën tane. E në një fja saj zone, aj, se që morë ko është i ardhë. është i ardhur, Po i ardhë. Të ardhën janë gjithë. E kuptoj. Të gjithë janë të ardhën. Po, more vesh një gjëmon ka i njoftë. Barajtari i Oroshit, preng mërga prenga, i njoftë. Preng mërga prenga njëri i njoftë. Shumë i njoftë. Në çfarë kohë ka ardhë Gjën Markagjoni? Gjën Markagjoni ka ardhë. Mund të thëmë, ma tepër se afër 300 vjetë. 300 vjetë për para? Po, para sodës. Para sodës. 300 vjetë. Që erdi në Mirdit, ë? Po, erdi a i dyre. Pse bëre i diferencë Gjën Markagjoni? Pse mbeti ai princ? Pse mbeti princ? Nga puna si bone. U hanë me Turku, e volë Turku. Ka një mu njërë sa të dush. Sa të dush. Ndashaj, ndështasit i përmena gjithë me radhë. Ka një muë. Barajtari s'ka qenë i pasur, i Oroshit. Po i Zoti i Gojës. Shumë i Zoti i Gojës? I Zoti i Gojës. Në me ndërhojshën ka bon muhabet. Mledhja 70 pleshe, e ke një gjuhe? Jo. Si ka mledhja ndërhojshë 70 pleshe e Mirditës. Prenga ka qenë. Ka qenë ash i Zoti i sa se ka. Jo i pasur. Për çfarë i takoj atëherë Enver Hoxha? Enver Hoxha i kërkoj për t'i dhënë mendime
a bom mirë, a bom kesh për luftë. Një. Dy. Bile i ka thënë preng mërka prenga, mos i beso serbit.